Nisma është paraqitur nga lidhja e luftëtarëve nga lufta nacional-qeverimtare dhe antifashiste e Maqedonisë në vitin 1941-1945, e cila pretendon se Këshilli i Komunës së Tetovës në vitin 2007 ka ndryshuar emrat e disa rrugëve pa marrë pëlqimin e qeverisë në kundërshtim me ligjin për caktimin e emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve të tjera infrastrukturore të miratuara në vitin 2004. Ata kundërshtojnë përdorimin e emrave si Kongresi i Manastirit apo Dëshmorët e Kombit, duke argumentuar se këto emërime janë në gjuhën shqipe dhe sipas tyre duhet të përkthehen në maqedonisht që të kenë kuptim në gjuhën zyrtare të shtetit. Çështja e emërtimit të rrugëve në Tetovë ka qenë shpesh objekt debatesh politike dhe përplasjesh institucionale. Procesi i riemërimit të rrugëve nisur gjatë mandatit të administratës komunale 2021-2025 nuk arriti të përfundojë dhe u ndërprej pak para zgjedhjeve lokale. Në janar të këtij viti është riformuar edhe grupi i punës që merret me këtë proces, ndërkohë në këtë proces nuk përfshihet ndryshimi i emrave të shkollave dhe institucioneve publike, ndonse në vitin 2022 ishte promovuar një nismë më e gjerë nga Shoqata Akademike e Shqiptarëve për Art dhe Shkencë dhe Komuna e Tetovës, e cila synonte ndryshimin e emrave të rrugëve, shkollave dhe institucioneve publike. Edhe pse disa rrugë në Tetovë tashmë mbajnë emra në gjuhën shqipe dhe përdoren nga komuna gjatë komunikimit me qytetarët, në dokumentet zyrtare vazhdojnë të figurojnë emërtimet e vjetra të mbetura nga periudha e ish-Jugosllavisë.